Shkurta, e ulur në qoshen e divanit, vëren Benitën që po lëviz nëpër shtëpi dhe nuk vonon të filloj ta ngacmoj. Ajo e shikon me një buzëqeshje provokuese dhe i hedh një koment që bie menjëherë në veshët e banorëve të tjerë. E pra Benita, thot Shkurta me një ton plot ironi. Tani që Dolce do largohet nga shtëpia dhe do ik në Itali për një javë. Mos ndoshta po mendon të ngacmosh pak Edit, se ai do mbetet vetëm, pa askën pranë. Benita ngrim për një sekond, pastaj qesh me nervozizëm, por Shkurta vazhdon, duke e shtyrë më tej lojën e saj të ngacmimeve, se ti e di, shton ajo duke tundur kokën, kur dikush ikën, gjithmonë ka dikë tjetër që përfiton nga situata. E unë po mendoj. Mos jeti ajo që po pret momentin, se duket sikur po i hedh syt nga ai kohët e fundit. Banorët e tjerë i hedhin syt nga ta, disa të habitur, disa duke pritur reagimin e Benitës. Por Shkurta nuk ndalet, sikur po e shijon gjithë këtë situatë. E them unë, vazhdon ajo me zë të ulët por të mbret, e di pa Dolçen do jetë më i prekshëm. Dhe ti gjithmonë e di si t'i afrohesh njerëzve kur janë të dobët. Mos po bën plane. Benita më në fund i kthen përgjigje, duke i thënë që ajo nuk ka ndërmend të futet mes askujt dhe se Shkurta po e egzageron. Por Shkurta veç tund kokën dhe buzëqesh, sikur nuk bindet as pak, e gjithë skena krijon një tension të lehtë në shtëpi. Ndërsa banorët presin se si do zhvillohet marrëdhënia mes Edit, Dolces dhe Benitës pasi Dolce të largohet përkohësisht në Itali. Shkurta ndërkohë vazhdon të ngacmoj dhe të nxisë dyshime, duke shtuar pak dramë në atmosferën e shtëpisë. Benita ulet e qetë, duke dukur e menduar thellë për momentet që ka përjetuar së fundmi në jetën e saj personale. Me një frymëmarrje të ngadalë dhe zërin pak të dridhur, ajo nis të rrëfehet para banorëve të tjerë, duke hapur zemrën dhe duke treguar një pjesë të rëndësishme të jetës së saj. Duhet të jem e sinqert me ju të gjithë, thot ajo, duke bërë një pauzë të shkurtër për të siguruar që fjalët e saj do të kuptohen mirë. Unë kam tradhtuar të dashurin tim dhe për këtë arsye, marrëdhënia jonë përfundoi. Nuk ishte e lehtë të pranoja se kam gabuar, por tani e kuptoj që nuk mund të fshija të vërtetën. Ajo rrëfen se në atë kohë nuk e kishte kuptuar plotësisht pasojën e veprimeve të saj. Por tani, duke reflektuar mbi ato zgjedhje, ndjem përgjegjësi dhe pendim. E di që bëra gabim dhe nuk jam krenare për atë që ndodhi. Nuk dua të gënjej askën dhe duhet ta pranoj se sjellja ime ishte e gabuar. Kam kuptuar se tradhtia nuk është zgjidhje për asnjë problem, vazhdon ajo, duke ulur syt dhe duke treguar sinqeritet të plot. Banorët e tjerë e dëgjojnë me vëmendje dhe disa përpiqen ta qetësojnë, duke i thënë se të gjithë njerëzit bëjnë gabime, por ajo e pranon hapur gabimin e saj dhe kjo tregon modesti dhe përgjegjësi. Benita e mbyll rrëfimin duke shtuar, tani dua të mësoj nga gabimet e mia dhe të përpiqem të jem një person më i mirë. Sepse nuk dua të përsëris të njëjtën gjë më. Në këtë moment, atmosfera është e qetë dhe të gjithë kuptojnë se Benita nuk po përpiqet të justifikohet, por thjesht po rrëfen të vërtetën dhe po pranon përgjegjësinë për veprimet e saj. Kjo bën që banorët ta shohin ndryshe dhe t'i japin mbështetje, duke e nxitur të ecë përpara me sinqeritet dhe reflektim. Shkurta, e ulur në divan bashkë me disa prej banorëve të tjerë, e vëren Benitën në anën tjetër të dhomës duke ngrënë një banane me qetësi. Ajo e kap këtë moment dhe, si zakonisht kur kërkon të bëj humor apo të ngacmoj dikë, fillon të qesh me zë dhe hedh një koment të shpejtë. Me një buzëqeshje të gjerë, Shkurta i drejtohet Benitës, haje me kujdes atë bananen, se mos të ngelet në fyt nga ngutja. Duke e shoqëruar fjalinë me një të qeshur të egzageruar që të gjithë e dëgjojnë, banorët e tjerë e kthejnë kokën menjëherë, sepse e dinë që Shkurta ka talent për t'i ngacmuar të tjerët në mënyrë ironike. Disa qeshin, duke menduar se ajo po e bën për humor, ndërsa të tjerë shikojnë Benitën për të parë reagimin e saj. Benita, e cila në fillim nuk e kishte kuptuar që Shkurta po i drejtohej asaj, e ndalon çastin 5 sekonda dhe ngre syt me një shprehje mes habis dhe nervozizmit. Pse po merresh prapë me mua? E pyet ajo, duke u përpjekur të mos reagojë tepër ashpër, megjithse në fytyrë i duket qartë se nuk i pëlqen tallja. Shkurta vazhdon të qesh, duke tundur kokën si për të treguar se nuk e ka seriozisht, po bëj shaka moj, mos u acaro. Thjesht të pash duke ngrënë dhe më erdhi komenti vet, thot ajo me një ton të lehtë, por që duket sikur e bën nga qefi i provokimin.
Disa banor përpiqen të ndërhyjnë duke i thënë shkurtës të mos e teproj, se Benita është lodhur nga ngacmimet e saj të vazhdueshme ditët e fundit. Ndërkohë, Benita vazhdon të hajë bananen, por me një reagim të dukshëm të ftohtë, duke u përpjekur të mos i japë më shumë rëndësi komenteve të shkurtës. Atmosfera në dhomë mbetet e tensionuar për disa sekonda, sepse të gjithë e ndjejnë që edhe një shaka e vogël mes tyre mund të kthehet në një debat të madh në çdo moment. Shkurta, nga ana e saj, vazhdon të qesh me ironi, ndërsa Benita mundohet të ruajë qetësinë, edhe pse ngacmimi e ka prekur. Eliona sapo e sheh Benitën të ulur në një cep të oborrit, me fytyrën e mbuluar nga duart dhe supët që i dridheshin nga të qarat, ndalet menjëherë. Ajo e shikon për disa sekonda, e hutuar dhe e trishtuar, sepse nuk është mësuar ta shohë Benitën në atë gjendje. Pa hezituar, i afrohet ngadalë, sikur ka frikë ta mos e tremë më shumë. Eliona ulet pranë saj dhe i flet me një ton shumë të butë. Eliona, Benita. Hej, çfarë ke? Pse po qan kështu? Hajde, të lutem, më shiko. Benita ngrit kokën ngadalë, me sytë krejt të skuqur dhe shikimin e humbur. Ajo përpiqet të buzëqesh pak, por zëri i dridhet aq shumë sa mezi nxjerr fjalët. Benita, nuk dua. Nuk dua që askush të më shohë kështu. Jam lodhur, Eliona. Jam lodhur nga çdo gjë. Eliona e sheh dhe i thyet zemra. Ajo i afrohet pak më shumë, e vendos dorën te krahu i Benitës dhe e tërheq lehtë drejt vetes. Eliona, mos e mbyll veten. Më thuaj çfarë të rëndon. Nuk dua të lë të qash vetëm. Benita përpiqet të thith hundën, por lotët i rrjedhin sërish. Benita, kam gabuar, po? E di që ndoshta të kam mërzitur. Nuk e di më si të sillem. Njerëzit flasin, gjykojnë, dhe unë thjesht nuk po e përballoj dot. Eliona e përqafon menjëherë, me një përqafim të ngrohtë dhe mbrojtës, sikur do ta mbështjellë me qetësinë e saj. Eliona, Benita. Të fal. Po ta them me zemër. S'ka pse ta mbash kaq shumë brenda vetes. Gabimet janë pjesë e jetës dhe unë s'kam asnjë dëshirë të mbaj inate. Më vjen keq që të kam lënë të ndihesh kështu. Benita e shtrëngon fort, sikur në atë moment të gjej një siguri që se ka pasur prej ditësh. Benita, unë s'mendoja që do më flisje kështu. Të betohem nuk jam keq me ty, thjesht gjërat më dolën jashtë kontrollit. Eliona i fshin lotët me dorë, me një lëvizje shumë të ëmbël. Eliona, nuk dua të qash më për mua. Unë jam këtu. Mos mendo se unë të shoh si armike. Përkundrazi. Ne mund të merremi vesh, mjafton të flasim. Benita merr frym thellë. E duket sikur më në fund po i largohet një bar.